Në çdo lidhje, në çdo familje, Allahu na mëson se besimi është dritë, jo frikë. O ju që besoni, shmanguni shumicës së dyshimeve, sepse disa dyshime janë mëkat. Mos përgjoni e mos përgjoni njëri t'jergojoni njëri tjetrin. Or dikush të do me zemër, nuk të kërkon llogari për çdo hap. Ai të respekton, sepse di se dashuria ruhet me amanet, jo me dyshim. Allahu ju urdhëron t'i ktheni amanetet tek ata që janë të Zotut për to. Në një shtëpi ku mbilet dyshim nuk lind qetësia. Në një zemër ku mbilet besim, aty zbret rahmeti i Allahut. Ata që besojnë dhe kanë zemrat e qeta me përmendjen e Allahut, vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dashuria e vërtet është bashkëpunim, jo sundim. Është mbrojtje, jo burgim. Besimtarët dhe besimtaret janë aleat të njëri tjetrit. Ata urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Mos kërko ta kontrollosh atë që do, sepse kontrolli lind nga frika, por dashuria e pastër lind nga besimi tek Allahu. Kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton. Dashuria që ruhet me frikë është si kopsht pa ujë, por dashuria që ushqehet me besim është si dritë që s'fiket kurrë.